Dikush tjetër? Patjetër, mund të vini këtu nëse dëshironi. Ama në shumë se të nërgoj që të qaj, në të nësë të të qaj këtu. Faleminderit shumë. Unë jam Shpresa. Për sa i takon dokumentarit ishte shumë breslënës, ishte shumë interesant, shumë kulturor të tonë kulturë. Më pëlqyen shumë ato xhamijat që jeshtë ndërtuara kaq në mënyrë arkitektonike, që atëherë, unë jam për 3 vjet këtu që ndjek dhe jam shumë e kënaqur nga prania që jam shumë e lumtur, pjesëmarrja nga Aldo, nga këta iranianët, janë shumë e kulturë, shumë të qetë, shumë të paqësor me neve. Dhe do dëshiroja shumë që ato lejtë e banimit të bëhesh sa më shpejt, sepse nuk kam se të ketë pengesa për leje banimit, sepse është e drejta çdo njeriu të banojë dhe të ketë të drejtën e lirisë për të banuar. Lirin e ka dhënë është hynore dhe është e shenjtë, prandaj duhet të hiqen këto barriera për të ecur përpara, sa më përpara. Faleminderit shumë. Falenderoj Aldën, që është njeriu më i mirë në botë. Se a kam deklaruar edhe në Facebook, është quaj që çdo nën do ta kishte dëshirë. Jam shumë lutur. Faleminderit shumë dhe letë shumë gjithmonë shumë me dashuri dhe me paqe. Faleminderit. Shumë faleminderit. Më fal, nëse dëshironi dikush tjetër të flasë, patjetër që po ka kohën e vet. Të lutem se nuk të pash. Duar të rritje prapë. Përshëndetje të gjitha. Nuk dua ta zgjas sa që u tha këtu për të gjitha ato, por kam dalë për të falenderuar stafin që ka bërë një punë të mrekullueshëm për shtetin Iran, por veçanti ju thatë që jeni krenare që e keni për vlla, po jemi të gjithë krenarë që kemi Aldën. Faleminderit gjitha. Shumë faleminderit. Jam shumë e lumtur për komentet tuaja dhe për faktin se sa entuziast jeni. Ju jeni gjithçka për ne, pa ju, pa duartofitet tuaja, pa mbështetjen tuaj, sigurisht që puna jonë ka zhvillim. Jeni ju, pa vazhdojmë ne në aktivitete. Shumë faleminderit për mbështetjen. Kam dhe një falenderim të veçantë përpara se kam bërë konferencën. Unë dua të falenderoj shumë zotin Bejzat Ali Shagi. Duartofitje për Bejzat. Për shtetjen që ai na i jep për të organizuar aktivitetet të panumërta, që shoqata jonë numëron deri më tani dhe se sa aktivitete të tjera do të kemi në të ardhmen. Një falenderim të veçantë për të gjithë anëtarët e shoqatës iranian, pra të shoqatës në Gjaku Benja, të gjithë pa përjashtim, sepse punojnë çdo ditë me përkushtim dhe dashuri dhe ju falenderoj në mënyrë të përzemër. Si shqiptar dhe iranian. Kështu që përpara se